Zoti Roy, me aq sa ju keni mundur t'i ndiqni zhvillimet e fundit politike në Shqipëri, duke qenë se ju jetoni dhe punoni në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra konkretisht në New York, si e keni parë vendimin e fundit të gjykatës kushtetuese në raport me Belinda Ballukun? Ishte një vendim i pritshëm, i parashikueshëm. Paria e Tiranës tregon që i ka dhëmbët e ngulura fort në brinjët e popullit shqiptar. Gjykata kushtetuese është vetëm një dorë e zgjatur e Parisë së Tiranës dhe si e tillë mori një vendim që i volit të gjithë Parisë së Tiranës. Siç e kemi thënë më parë në këtë podcast, unë dua ta përsëris sot sepse po vërtetohet për ditë më tepër ajo që kemi parashikuar. Që do të thotë, Paria e Tiranës janë bashkë, janë shumë kompakt, kanë marrë secili rolin e vet. Edi Rama ka marrë rolin e mbrojtjes së sistemit të drejtësisë nga ndërhyrja e SPAK-ut, pra nga ndërhyrja atyre që duan të kapin hajdutët. Sali Berisha ka marrë rolin e zënies së vendit të opozitës, pra nuk lejohet asnjë opozitë reale, çdo lloj opozite duhet të jetë kapur, siç është opozita e Sali Berishës, dhe Ilir Meta ka marrë rolin e heroit, i cili flet nga burgu dhe i çon mesazhe atyre që mendojnë se mund ta lëshojnë në burg. Pra Ilir Meta është duke paguar çmimin, siç e pa thënë në një intervistë më parë, për parinë e Tiranës, por me kusht që t'i ruhet pasuria dhe t'i ruhet familja. Këto janë zhvillimet që nuk ja thot kush popullit shqiptar. Pra këta janë gjithë bashkë dhe secili nga pikpamja e tyre po veprojnë për të mbrojtur sundimin e hajnisë dhe kleptokracisë së tyre. Thënë kjo, gjykata kushtetuese është një organ i cili nuk ka asnjë lloj vlere për sa i përket institucionalizmit. Është një organ i kapur, me njerëz të kapur, me njerëz të kapshëm, të cilët shiten dhe blihen dhe shantazhohen nga shumë kush, nga brenda dhe nga jashtë vendit, mjaftojnë një telefonat, një SMS nga dikush që ju a di pislëqet, dhe gjitha pislëqet bëhen publike dhe këta njerëz janë shumë të përthyeshëm për shkak të pislëqeve që kanë bërë në jetë dhe për shkak të pislëqeve që kanë bërë për të mbërritur aty ku janë. Siç e thash dhe në një seri tjetër të podcastit tuaj më parë, përgatitja e tyre profesionale të paktën sa u duk nga seanca e hapur që u bë për rastin Velia, ishte qesharake, ishte e vajtueshme, sepse dukeshin sikur ishin të gjithë përpara një profesori. Pra profesori ishte avokati i qeverisë, që në atë rast ishte Eli Rusmali, dhe të gjithë tjerët ishin nxënës që dëgjonin profesorin dhe që mezi guxonin t'i thonin profesorit që po shiko se mund të jetë edhe ky lloj interpretimi. Pra, një gjykatë kushtetuese me njerëz pa karakter, me njerëz pa arritje profesionale, me njerëz cilët i ka vënë aty paria, do të cilët sipas interesave të Parisë. Ajo që mbriti Edi Rama, se gjithë tani kanë dalë dhe thonë që jo po iku ligjërisht e të tjerë. Këto janë gjitha pralla dhe gjepura. Ajo që mbriti Paria e Tiranës me në krye Edi Ramën ishte që e zgjatën procesin. Procesi tani më është në kalendat greke. Procesi do të kaloj tek ajo që ata do të fillojnë ta shtyjnë, do të gjejnë një mënyrë tjetër ligjore për të thënë që po shikon, siç në fakt ka dalë zoti Rama dhe ka thënë sot që ky ishte një vendim i gabuar, që e hedh në erë shtetin, mund të arrestojnë presidentin. Do të kalojmë edhe aty, Do të kalojmë aty, kështu që këta tani duan thjesht që ta shtyjnë, do të shkojë te komisioni, parashikimi im i radhës është që do ta çojnë te komisioni i Venecias dhe pastaj lum kushtërroj e ta gëzojë, siç ka thënë një poet i famshëm shqiptar. Si është mundur që në këtë rast gjykata kushtetuese, e cila presupozohet të jetë pra në majën e institucionit drejtësisë shqiptare, merr një vendim të atill 4-4, që pavarësisht se është vendim, por që le shumë hapësirë për interpretime, le shumë hapësirë për një gjykim që shkon përtej aspektit të jurisprudencës në këtë rast. Dhe a krijon kjo një precedent të atill që drejtësia duket e friksuar nga pushteti ekzekutiv në këtë rast? Unë do të përsëris atë që thash pak më parë në një mënyrë tjetër, ndoshta pak më të drejtë për drejtë, që t'ja bëj të qartë shikuesve tuaj. Gjykata kushtetuese është pjell e Parisë së Tiranës. Është formuar, bazuar në sistemin e Parisë Tiranës, janë njerëz të kapur nga Paria e Tiranës, janë vendosur aty pikërisht sepse janë të kapur dhe ju dihen vesat. Duke qenë njerëz të kapur, duke qenë njerëz që nuk kanë kurfar integriteti profesional, pavarësisht se nuk do të thotë që nuk kanë arritje profesionale, ato diplomat mund t'i kenë, botimet edhe mund t'i kenë bërë, kjo nuk ka shumë lidhje
mundësia atyre për të qenë të aftë. Ata mundet edhe t'i kenë aftësitë për të qenë njerëz me integritet, por nuk kanë integritetin e duhur. Janë njerëz që janë pjell e llumit që ka krijuar Paria e Tiranës. Pra nga llumi mund të dalë vetëm llum. Këta janë një llum më i sofistikuar, këta janë një llum me diploma juridike dhe me specializime pafund juridike. Këta janë një llum që janë shitur dhe bler nga të gjitha palët e Paris Tiranës, disa nga Edi Rama, disa nga Sali Berisha, disa nga Ilir Meta, disa dhe nga shërbimet huaja që i kanë marrë për specializime, dhe këta veprojnë simbas interesave të atyre që i shantazhojnë më fort. Dhe kjo lloj gjetje nuk është gjetje e re, 4x4 është një mundësi që i jepet gjithkujt që të ketë, që edhe mishit piqet dhe hellit mos digjet. Gjithkujt nga palët që të thonë që ne fituam. Opozita po bërtetesh, po gërthet me të madhe, o fituam. Iku Belinda Balluku. Nga ana e vet qeveria thotë, jo, nuk ka ikur Belinda Balluku, ky ishte një vendim i padrejtë, ne do ta ankimojmë se kështu nuk funksionon dot shteti. Të gjithë bashkë janë dakord që me këtë lloj cicmici minohet drejtësia reale, minohet kapja e hajdutëve, e kriminalëve dhe mbrojnë interesat dhe pasurinë që kanë vënë të gjithë. Ky është objektivi i tyre, nuk ka, të gjitha të tjerat janë pralla. Pra çdo gjë që do dëgjojnë njerëzit vërdall, në për emisione, të gjitha janë propagandë e trilluar në mënyrë shumë bajate. Asgjë nuk ka të vërtetë. Deri dhe ato kolegët tuaj që më vjen keq që nuk po i përmend me emër, po i përmend si klas kolegësh që marrin informacione ndaç nga prokuroria, ndaç nga policia, ndaç nga Spaku dhe i paraqesin si gjetje gazetarore, nuk kanë asnjë lloj integriteti dhe ata janë vegla të cilat përdoren thjesht për të marrë atë rrogën që marrin nga personat që i përdorin. Zoti Roy, në këtë rast ju thoni se kemi situatë win-win, pra sa i përket qasjes që ka vetë opozita kundrejt rastit Balluku, ashtu dhe sa i përket vetë Ballukut dhe Edi Ramës, por nga ana tjetër edhe drejtësisë në këtë rast gjykatës kushtetuese, e cila duket sikur lan duart në këtë rast dhe mjaftohet me një vendim të tillë. Si mendoni, si është e mundur që drejtësia sillet në këtë mënyrë, po themi, politikisht korrekte në raport me ato që do duhet të jetë? Shikoni, nga ato çka raportohen në media, edhe këtë herë ishte 5-3 raporti dhe një telefonat ndryshoi raportet. Pra, me një telefonat, me një SMS, këta ndryshojnë votën. Kishte disa spekulime tjera që njëra nga votat është marrë në kafe, po unë nuk ju besoj shumë këtyre portaleve, sepse portalet janë mjetet të shërbimeve të gjitha palëve të ndryshme të cilat i përdorin. Por, ajo çka është reale, ajo çka është që njerëzit e shohin që nuk mund ta mohojnë dot ata, që shkon përtej propagandës, është që ky vendim i shërben të tërëve. Pra, unë i ftoj shikuesit tuaj që të mos më besojnë mua, po që ta shohin vetë me sytë e tyre se çfarë do të ndodhë në ditët në vazhdim, se çfarë ka ndodhur në ditët pas vendimit. Gjëja e parë që ka ndodhur është që Belinda Balluku vazhdon të jetë aty ku është. Gjëja e dytë, edhe sikur të ishte vetëm problemi Belinda Ballukut, Belinda Balluku nuk është djalli i kësaj qeverie. Belinda Balluku është vetëm njëra nga hallkat që ka punuar, që ka qenë më e zonja për të zënë një vend kyç në mekanizmin hajdutëror dhe kriminal të Paris Tiranës dhe më specifikisht të qeverisë aktuale. Por të gjithë të tjerët janë fajtor, nuk ka njeri që është në qeveri që nuk është aq fajtor. Përkundrazi, më duket sikur Belinda Balluku po përdoret si mbuloj për ca afera të ndyra dhe të poshtra të disa ministrave të tjerë, përfshi dhe një ministër që ka mbaruar në Greqi, që kemi ministër të mbrojtjes Pirro Vëngu, i cili nga këto që raportohen jo në detaje, po në periferi të lajmit, duket se ka po aq afera korruptive të cilat po hetohen nga Spaku. Pra, dalja e Belinda Ballukut është thjesht një mbuloj, thuhet Belinda. Nga ana tjetër, ky lloj vendimi i shërben edhe opozitës. Opozita tani ka një casus belli, ka një rast për të dalë, për të nxjerrë njerëzit në shesh, dhe nxjerrja e njerëzve në shesh, edhe pse njerëzit nuk i besojnë më, edhe pse gjithë e dinë që nuk ka rikthim më të lavdisë së Partisë Demokratike. Partia Demokratike ka vdekur si parti.
Unë dhe miqtë e mi e kemi thënë para 10 vitesh që i ka mbaruar vaj kandilit ideologjik, i ka mbaruar roli i vet historik. Pra, thjesht vegjeton si një strukturë vot mbledhse, të cilën e përdor Sali Berisha thjesht për interesat e veta dhe të familjes tij. Është më së qartë. Pra, të gjitha këto i shërbejnë opozitës sepse opozita tani ka një rast për të dalë, për të thënë njerëzve dilni sepse vetëm me ne protestojmë, për ndryshe na mbyti diktatura. Diktatura e këtyre është ajo që këta pasurohen, këta janë të gjithë me tendera dhe kur i heqin nga parlamenti, këta bëhen inspektorët përgjithshëm të qeverisë. Kjo është opozita që mund të bëjnë këta. Opozita këtyre është ajo që kur Ilir Meta lëshon një sinjal, turret një deputet i Partisë Demokratike në burg për takuar Ilir Metën sepse ka frikë se mos i dalin aferat që ka bërë me Edi Ramën e të tjera. Pra, këtu flitet për një kazan të madh ku janë të gjithë bashkë. Dhe ky vendim ju shërben të gjithëve. Drejtësia është një, në anglisht i thonë misnomer, është një përdorim i keq i emrit drejtësi. Nuk ka drejtësi në Shqipëri. Në Shqipëri ka palaçollok, në Shqipëri ka hajni, në Shqipëri ka lum, i cili mbizotron, i cili vishet me firmato, i cili ka bërë miliona dollar, i cili piver $3.000, i cili del në shesh dhe ju shet shqiptarëve dëngla opozitën, ndërkohë që e di boll mirë që vetëm po zapton vendin e një opozite reale. Ka edhe të rinj, të cilët janë po aq të shitur dhe po aq të blerë që dalin dhe përtasin, thjesht sepse duhet mbushur çdo hapësirë e mundshme. Këta duan tokën djerr. Këta nuk duan që shqiptarët të kenë një zë të arsyeshëm, një zë kombëtar, një zë tamam që t'i drejtojnë në drejtimin e duhur, sepse nëse ndodh ajo që ka për t'u ndodhur atyre ka për të qenë një gjë jo fort e këndshme për ta.